Një përplasje mediatike është vënë re sot mes dy emrave të njohur të ekranit shqiptar, Arbana Osmani dhe Grida Duma. Të dyja kanë zgjedhur të publikojnë në të njëjtën ditë episode të reja të programeve të tyre, dhe për koincidencë, ose ndoshta jo, të dyja me të njëjtin personazh të ftuar, këngëtaren e njohur Elsa Lila, Arbana Osmani, e cila prej javësh ka rikthyer në YouTube emisionin e saj Mirëmbrëma Hyje, zakonisht publikon episodet çdo të njëjtën në mbrëmje. Por këtë herë, ajo zgjodhi ta publikonte videon e re që në orët e paradites. Episodi i fundit i sezonit të dytë, me të ftuar Elsa Lilën dhe Isli Islamin, u hodh në kanalin e saj që herët në mëngjes dhe brenda pak orësh arriti gati 200.000 shikime. Në anën tjetër, Grida Duma kishte përgatitur një tjetër intervistë ekskluzive me të njëjtën artiste në podcastin e saj, që sipas njoftimeve duhet të transmetohej mbrëmjen e sotme. Titulli i fortë i episodit Elsa Lila rrëfen momentin tragjik kur humbi nënën, kërcënimet me vdekje dhe arrestimin në Itali tregon se Grida kishte synuar një rrëfim emocional dhe të thellë, por me publikimin e parakohshëm të Arbanës, ndjekësit e vëmendshëm e kuptuan menjëherë se po ndodhte një garë për klikime. Të dyja moderatorët kishin përgatitur episode me të njëjtën protagoniste dhe Arbana duket se vendosi të parakaloj duke e nxjerrë të parën intervistën e saj për të kapur audiencën e parë të ditës. Ndërsa vet Arbana reagoi me një postim të shkurtër në Instastory duke shkruar "Thank you Hyje", duke lënë të kuptohet se ishte e kënaqur me reagimin e publikut dhe suksesin e menjëhershëm të episodit. Nga ana tjetër, podcasti i Gridës është publikuar vetëm pak orë më vonë dhe ka nisur të grumbullojë shikime në rritje, por tashmë betejë për vëmendjen e publikut ishte ndezur. Pavarësisht rivalitetit mediatik, Elsa Lila u kthye sot në kurbanin më të kërkuar të klikimeve, duke mbushur titujt e ditës dhe duke marrë 2 intervista të bujshme brenda pak orësh. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.